Pasha të videon e Ramës, sot që fliste për suksesin e koncertit të Kanye Westit mbrëm në Tiranë, bonte sikur kishte reflektu pak gjoja për njerëzit që e kritikuan, që thanë me këto miliona euro mund t'ishte bë kjo pensionistët, mund t'ishin dhënë ndihma sociale, mund t'ishin blej ilaç në spital, 4 miliona e gjys euro që harxhoi. Masi bonte këto, fillonte bonte i llogaritje, pastaj që çan ndikimi ka ardhja ati, koncerti, kanë ardhur njerëz, e kujtun bla bla bla. Ideja është që në atë koncert nuk i shku njerëzit ashtu si të shpriti, edhe i çoi me 4 miliona e gjys euro. Mori 4 miliona e gjys euro nga arka jonë e shtetit për ta mbush stadiumin me njerëz, sepse shqiptarët nuk shkuan pas shijeve të tij të fllihura. Po ç'a mund të bënte tjetër? E qunte kështu, e di se thoshte. Investimi është si puna e bukës, thoshte, nuk është çështja e bukës, vetëm t'i japsh bukë tjetrit, doshte me thënë me kap kështu që ja edhe 4 milion euro bukë njerëzve një herë, po pastaj ç'a do bësh sot, kurse investimi ta kthen. Edhe bonte ta bëjmë bukën më të madhe, ta bëjmë kështu, ta bëjmë ashtu. Po mos t'i jepte për onkologjikun. Hajde pak, mos t'i jepte për pensionistët. Në fakt me thënë drejtën, pensionistët do t'ua heq fare, me të shohun rrjetet sociale. Megjithëse 200.000 prej tyre janë në kushte ekstreme varfërie, pra po ngordhin për bukë. Kështu siç e kanë nis ky është më mirë, kështu që t'ua çojnë 70 atyre me ato mend që kanë ata. Mos t'i jepte për arsimin, për gjitha, po si investohet, nuk investohet duke bë një koncert, një këngëtarit famshëm botror, që vinë njerëzit një natë aty, e shohin edhe nuk vinë më të nesërmen. Çfarë përfitimi, benefiti do ketë? Ja erdhën mbrëm, prishën ca lekë nëpër hotele, hangërën bukë, edhe sot kanë ik ata. Investimi qëndrueshëm duhet ishte këtu. Jemi në një nga daljet e rrugës historike, rrugës e Gnatja, në të cilën ndodhet qyteti Janinës, edhe një nga mrekullitë e kohës e botës lashtë, teatri i Dodonës. Na shqiptarët e njohim mirë që është teatri i Dodonës. Kjo është zona arkeologjike e famshme, është zona arkeologjike ndër më të famshmet në Greqi. Mendoni Greqinë, se çfarë pasurie arkeologjike ka. Teatri Dodonës në Janin është ndër më të famshmit në Greqi dhe ka qenë ndër më spektakularit në botën antikte. Shifej që këtu. E kanë fut në rekonstruksion. Teatri Dodonës në Athinë ka fillu rekonstruksioni si i bin korrekt 2025-ës edhe do marojnë në nëntor të 2029-ës. Ajo që është interesante është vlera 4.170.000 euro. 4.170.000 euro harxhon Greqia për restaurimin e një nga teatrove më të famshëm të njerëzimit. Pse nuk i mori Edi Rama që do me investu, që të bëhet buka më e madhe, të ketë zhvillim? Pse nuk i investon? Ky e ka 4.170.000 euro, Edi Rama gallon 4.300.000, 4.300.000 euro. Pse nuk i fut, a keni pa të fus në Butrint, 4 milion euro, investim 4 milion euro. Pse nuk fut, se Shqipëria ka fatmirësisht, falë Zotit, ka teatro dhe vende arkeologjike që duhet gërmohen, duhet nxirren pa, dhe kjo sjell pastaj edhe turizmin. Sjell rrit numrin e turistëve dhe rrit numrin e të ardhurave. Jo ato hekrat që bëri mbrëm për Kanye Westin, që sot do të çmontohen edhe do hikin. Do i heqen ato, do i paketojnë se janë stadiume të çmontueshme. Pse se mori koncertin e Kanye West, shkonte ta bënte në Butrint. Po e ka shit Butrintin maskaraj. Ky maskaraj që dele bë që tregon se si fitohet, si investohet për të rrit zhvillimin e vendit, për të rrit të ardhurat e vendit, për të rrit bukën që thoshte, nuk shkonte ta bënte në Butrint. Çfarë investimi ka bën Butrint? Ja shiti një kompanie private Butrintin, e shkatroi Butrintin.
ose të shkonte ta bënte ta investonte, ka investuar një herë 4 milion euro në Apollonit Fierit, të zhvillonte kërkimet, ta bënte edhe më atraktive se ç'është të sitin arkeologjik atje. Ose po më vjen nërmen mu me që jam edhe nga zona, nuk ka asnjë gërmim në varrezat ilire në Selc, në Mokër. Është një nga pasuritë më të mëdha që duket zbulu, se dhe ato të linit që i bë reklam ky kanë ardhur të Hujët, kanë ardhur arkeologët e Hujës, është pasuri europiane dhe kanë ardhur ato e kanë gërmu. Se nuk shkoi ky në të paguajnë 4 milion euro. Ja, 4 milion 170.000 kanë pagu këta për teatrin e Dodonës, se e quajnë pasuri të tyre, se nuk vajti ky të investonte 4 milion euro për gërmime arkeologjike, mirëmbajtje, të shtronte rrugën, që shkon makina, nuk shkon dot makina deri në vendet e në përballë do bob në përgropat, në varrezat ilire të Selcës, më duket Selca quhet ajo, në Librazh, në Mokër. Ky artisti madh dhe ky filozofi madh që dele bë gam si langaraq me ca syze, një herë në ngjyrë roze, një herë në ngjyrë blu, për të tërheq me vëmendjen ignorantëve. Ose t'i fuste për Durrës, shtonte gërmimet arkeologjike në Durrës, e shkatroi Durrësin. Nëse Durrësi është shkatruar sot, ka vetëm një përgjegjës për shkatrimin e arkeologjisë mbi 2400 vjeçare të Durrësit, edhe ajo është Partia Socialiste. Ajo e qeveris Durrësin në 30 vite, tranzicion 25 e ka qeveris ajo. E kanë shkatruar një nga mrekullitë më të mëdha të Mesdheut që ka qenë Durrësi. E kanë shkatruar këta. Kështu që kush e ka dëgjuar videon e atij, thjesht po justifikon parat, sepse e di që ka akoma trush shplar në rrjetet sociale dhe justifikon abuzimin me parat e shqiptarëve. 4 milion e gjys euro let mos t'i çonte për ilaçe për kancerozët, për njerëzit e smur nga kanceri, let mos i çonte për fëmijët tim, se ashtu thot ai, se ata do a japësh lekët, se atë logjik ndiqte sot, do a japësh lekët, do hanë bukën edhe do marojnë buka, por let i investonte kështu siç i kanë investu këta. 4 milion e gjys euro, kush shif çfarë punë të mrekullueshme kanë. 4 milion e gjys euro do kushton, do vishet i gjithë amfiteatri i jashtëzakonshëm i Dodonës në Janin të Greqisë. Kështu që ai mund të bëjnë propagandë, ignorantët mund ta hanë, se ka akoma ignorantë që mund ta hanë, por nuk është investim. Koncerti i Kanye Westit është shpërdorim i pastër i paras publike dhe arrogancë në një kohë që populli është në rrugë. Se kishte përmend dhe këtë që na ra numri turistave ne se u ngrit protesta në qershor, morëm Kanye Westin që ta rrisim numrin e turistave për korrikun edhe për gushtin. Kjo është arrogancë e papartë vjedhësh të shpërdorosh 4 milion e gjys euro para taksash qytetarëve në kulmin e krizës politike dhe në kulmin e një nga protestave më të mëdha që ka pas Shqipëria ndonjëherë. Ai vetëm tallet me neve, ajo është ordiner, nuk është as kryeministër, jo, po nuk është as artist, as skulptor, as dreq nuk është ai, se dhe dreqi çoko i boca punë, po ky s'bë as i punë, vetëm grabim. 4 milion e gjys euro mund t'i kishte investuar në gjitha këto site arkeologjike që unë përmenda, po ka dhe tjera në Shqipëri, nuk janë vetëm këto, është Bylisi për shembull. Mund të kishte bërë gjithçka me 4 milion e gjys euro. Hajde nga Dodona e famshme. Ju përshëndes. Ka bëj çikët qeni këtu. Se që ka i bukur. Kjo është hapësira, është një hapësirë papame kjo, e famshme e teatrit të Dodonës, të cilin qeveria greke po e restauron me 4 milion e 170.000 euro. Edi Rama ka harxhu 4 milion e gjys euro me hekra, me stola për 5 jashtor, xhabubumba. Mirupafshim.